luaj me Partizanin kundra Ballçit. Ballçi atëherë ishte për Shkon kupat UEFA. Bylis, do ishin luajtë për vend parë, për vend 2 domethënë. Dhe një ja kam bërë me Partizanin ish skuadrës time Dinamos. Ndeshjen e parë me Partizanin kundra Dinamos, domethënë një kështu diagonal, ishte pak i rastishëm me thënë drejtën, nuk është se ishte shumë e rit, po ishte i bukur, shumë një trajektore, domethënë pavarësisht qëllimit, që nuk ishte i qëllimshëm, po doli gol i bukur, pa gola kam bërë në nuk është se e synoja shumë dhe e ndiqja golin, domethënë. Unë ndjek shumë kënaqësi kur shërbeja, kur asistoja kështu. Mbase edhe s'dihet bëja, më kupton. Po s'e rolin në një farë mënyrë aty luaj apo jo? Po jo, po se ka pasur edhe më të shortë të cilët ishin më të projektuar, më të avancuar, që shënohen më shumë, edhe me gjujtje nga jashtë zone, edhe ishin më vertikal brenda se tani edhe i logjikoj më shumë. Unë nuk e synoja shumë zonën, domethënë. Me kokë nuk isha shumë i fortë, po themi në konkluzion, në duelet mes fushë luftoja, nuk është se nuk shkoja, por të shkoja në zonë të luftoja me kokë nuk e bëja. Dhe këto ishin mënyra se si një messhor mund të shnoj. Pra ti mund shnosh nëse je i fortë me kokë, po themi nëse ti je nga ata vertikal, siç ka qenë Markizi, po themi një lojtar që synonte apo Lampard apo nga këta lojtarë që futeshin brenda 6 metrë shumë shpesh pra vertikalizonin, ose me gjë nga jashtë. Mirë, Redi ka qenë një teç klasik, për kohën e atërshme. Atëherë teç ishte ishte rregullatori i gjithë lojës, domethënë numri që mbështatej më shumë. Për ta mbyllur me futbollin, se futboll ke fol shumë, do flitet shumë, ka shumë hyn pak te këto tema që na interesojnë, unë mendoj që ka një ndeshje pas viteve 90 që i ka rezistuar gjithë kohërave, që është ajo Tirana Dinamo e 2002-shit. Madje është mendoj ndeshja që i ndroi epokat pra. Siç ka qenë Italia 90 për shumë botëror që për futbollin shqiptar, në majin e 2002-shit u zhvillua një ndeshje ku për herë të parë luajtën dy skuadra pas 90-s me cilësi shumë të mirë, me lojtarë të mirë, shqiptarët e tuaj, me gjyqtarë, me vërtet përfundoi 2-2. Dhe Dinamo pastaj fitoi kampionatin javën mbrapa. E beson vetë këtë që thamë që ajo ndeshje ndau pak, pra e ngav një futboll pa drita u bë një futboll me drita, pavarësisht problematikave që pati mbrapa futbollit. Ajo ndeshje, sepse që të bëhet një ndeshje duhen shumë komponentë. Jo, që një ndeshje të futet në histori, edhe të bëhet, po themi kështu. Ajo është një, do të mbajmë mend njerëzit. Të futet të bëhet si benchmark i një epoke të caktuar, duhen shumë komponentë që të lidhen me njëri tjetrin. Ai ekip, unë ta them tani po themi me garanci teknike këtë, ekipi i Dinamos i 2002-shit është një nga ekipet më të mira shqiptare të historisë. Pra siç mund të thuhet Tirana e viteve 80, Flamurtari i kësaj, Skënderbeu kësaj. Ai është një nga ekipet më të mira të historisë futbollit shqiptar, si skuadër, e kupton? Jo se isha unë aty brenda, ishin shumë element që u bën dhe u lidhen atje. Nga ana tjetër, që një skuadër rival, jo historik, por rival shumë i denj që ishte Tirana, do themi që ishte një pikë mbrapa, domethënë, pra luftonin disa lojtarë shumë të mirë që ishin nga ana tjetër, ishin Fortuzi, ishin Nevil Dede, Krenali me Meti, këtë me radhë, Muka, Markoçi, tifuzësh gjithë lojtarët që ishin në Albani, ka qenë Ekboja për tjerë. Ka qenë Ekboja. Disa lojtarë shumë të mirë nga ana tjetër dhe një ekip shumë i mirë nga ana tjetër. Pra, që u bën bashkë të gjitha këto, se ne ishim skuadër shumë e mirë, se ishte skuadër. Mbase lojtarët nuk ishin më të mirë lojtarët e historisë të Dinamo si kanë luajtur, edhe pse ishin lojtarë shumë dinjitoz shumë mirë. Ahmataj, të mirë ishin, po nuk mund të thua që ai brez që ishim neve janë lojtarë më mirë të historisë Dinamos, e kupton? Po, e vërtetë. Por në historinë e Dinamos ajo është nga skuadrat më të mira, e kupton? Kjo është diferenca e saj. U mblodhen të gjitha këto bashkë rivaliteti, se ishin një pikë diferencë. Gjithë ky rivalitet, gjithë kjo gjë dhe etja për futbollin dhe një rikthim i Shqipërisë, pra Shqipëria në atë vit po rikthehej. Po themi kishte edhe një rikthim, po themi të rendit sigurisë, ekonomikisht, po merrte pak veten vendi sepse ose u shkatrua fare. Pra kalonte kaosin e 90-s. Epoka, do të thënë, ai kaosi në 97-s, aty rifilloi pak, domethënë, e kupton që nuk vriteshin më njerëzit në për rrugë dhe hidheshin, po themi si gjyqtar spanjoll që do të ndeshim. Dhe gjitha këto, domethënë, quan që të bëjë një ndeshje që vërtet ka ngelur në historinë e futbollit shqiptar. Vil, mund vazhdosh ti me pjesën e biznesit? Po, ne donim ta preknim shumë pak pjesën e futbollit, sepse mendojmë, jo se s'është interesante, por mendojmë që ajo që përbën kureshti e risit madhe është kalimi juaj në botën e biznesit. Ose më saktë përpjekja, se si folëm para kësaj, ndoshta s'është arritur 100% të jetë biznes, por ku ka më mirë se sa të bëhet, nëse do ishte kështu. Dhe pyetja është kur dhe si nisi ky rrugtim
anën tjetër pra të fushës, ta quajmë në mënyrë. Do të ka bërë biznes gjatë kohës futbollit.